E hapi, zoti Hamza e hapi këtë deriçk. Këtu në kom po të tetë problematike hapi në kësaj deriçke që secila parti politike shkojnë me preferencat për kandidatin e tyre. E para të të njëjtat që ta fitojnë drejtën të kenë kandidat, duhet ta fitojnë mëshirën e zotit Kurti që të jap ato nënshkrime dhe që të futën në garë. Shishat në çfarë situate janë. Kjo është legjitimimi i pushtetit absolut të lëvizjes vetëvendosje, sepse për herë të parë në Kosovën e pas luftës do të mund të ndodhë, nëse ndodh kjo, pra po them nëse për herë të parë në Kosovën e pas luftës do të mund të ndodhë që një parti vetëm me politike ta ketë edhe kryeparlamentarin, edhe kryeministrin, edhe presidentin. Sepse në rondin e tretë Kurti nuk do ta ketë problem të sigurojë 61 vota për presidentin e partisë. Ishte dobët u opozita. Absolutisht. Është dobët, absolutisht, domethënë e kanë fragmentarizuar edhe parcializuar edhe më tepër. Çdo mundësi. Ka Kurti këtu? Nuk ka faj, nuk po them që ka faj, unë tash po e analizoj, nuk po kush e detyroi Hamzën dhe Abdixhikun? Është tash problemi i tyre, ata do të japin llogari. Mirë po dhe në njëjtën kohë tash, nëse opozita vendos kushte, tash edhe këtu është problem parimorësh nëse po e zon Partia Demokratike e Kosovës thotë, jo unë rri në sovë vetëm nëse ma voton kandidatin tim të partisë. Është pak problematike të arsitohet kjo punë para opinionit Vota është publik. e pavarur. Vota është e pavarur. Është në sens logjik Kurti thotë nuk mund ta garantoj atë proces. Kemi një pushtet të jashtëzakonshëm që e ka lëvizja vetëvendosje dhe vetëm kjo po i mungon. Figura e presidentit dhe më do thotë asnjë kapilar kryesor i sistemit. Kështu e ka asnjë kapilar kryesor i sistemit Serbia, po edhe Maqedonia, Nuk është gjë pa zakon. Po mirë, tash ne duhet të bëjmë përpjekje, ne duhet të bëjmë përpjekje maksimale për aq kohë sepse nuk është e rastishme që kanë mbetur balancat e pushteteve ndërmjet vetëre.